Salla e ndenjës ishte e heshtur, një heshtje e rëndë që vinte jo nga mungesa e njerëzve, por nga peshë e fjalëve që ishin thënë. Toni qëndronte aty me kokën e ulur, duke përballuar një ndjenjë që nuk mund ta fshehësh as në një lojë televizione. Po më vjen keq që ka dashur me dal. Unë jo, tha ai me një zë të ulët dhe të dridhur. Po më vjen keq shumë. Fjalët ranë në ajër dhe heshtja që pasoi ishte e thellë. Nuk kishte ndërhyrje, nuk kishte zhurmë. Vetëm emocionet që mbushnin dhomën. Toni nuk po thoshte këto fjalë për dramë, por për të shprehur një ndjenjë të sinqertë dhe të dhimbshme, atë të pranimit dhe pendesës. Benita e dëgjoi me një kombinim të respektit dhe qetësisë. Ajo nuk u tërhoq, nuk e ndërpreu. Vetëm e dëgjoi. Dhe atëherë, me një ton të fortë, të sinqertë, ajo foli: "E ka meritu me dal, Toni." Fjala e saj nuk ishte një kritike e thjeshtë, ishte një konstatim i qartë. Një reflektim i asaj që ndodhi në lojë, i vendimeve që duhen marrë dhe i pasojave që vijnë pashmangshëm. Tani e kam kuptuar që Toni duhet të dilte, shtoi ajo, duke i dhënë fjalëve të saj një forcë të qetë, por të pakthyeshme. Toni nuk mund të përgjigjej menjëherë. Zemra i rritë shpejt dhe çdo fjalë e mundshme duke e tepërt ose e vogël për të përshkruar atë që ndjente. Ai nuk po kërkonte falje, po përpiqej të pranonte një realitet që ishte më i madh se vetja e tij. Dhe Benita, në mënyrën e saj të qetë, e bëri të qartë. Kjo nuk kishte të bënte me zemërim apo faj, por me lojën dhe vendimin e drejtë. Ajri ishte i mbushur me tension, por edhe me një ndjenjë respekti reciprok. Nuk ishte një moment për skandale, por për të pranuar dhe reflektuar. Toni e dinte tani, të dalësh nuk do të thotë të humbësh, por të pranosh se çdo lojë ka rregullat e veta, dhe ndonjëherë vendimet më të vështira janë ato që duhet të merren me qetësi. Në Big Brother Kosovën, ky ishte një nga ato momente që nuk bëhen për shikueshmëri, por për emocion të vërtetë. Një përballje me ndjenjat, një reflektim mbi vepri.